e vlerësoni protestën e studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, të cilët kanë dalë në mbrojtje të përdorimit të gjuhës shqipe në institucionet dhe provimet shtetërore? Protestat e studentëve janë çdo herë legjitime, janë zëri i demokracisë në një shteti dhe ne padyshim që i përkrahin kërkesat e tyre dhe protestat të çfarëdo lloji natyre. Mirë po është një protest pak si e vonuar nga ana e tyre për shkak se zëri i tyre është dashur të ngrihet që nga sjellja e ligjit për provimin e jurisprudencës, e cila është proceduar në atë kohë nga kryetari i kuvendit Talat Xhaferi dhe nga pozita e atëhershme. A besoni se përdorimi i gjuhës shqipe në provimet profesionale dhe institucionet shtetërore duhet të zgjerohen më tej RMV-s? Ashtu si që thash, në vazhdim është një pako e këtyre kërkesave që do të miratohen në qeveri, pastaj do të vinë në kuvend, si që thash edhe më parë, provimi i jurisprudencës, noterëve, përmbaruesve dhe të gjithë provimeve të tjera profesionale që kërkohen për të proceduar pra ata më të me profesionin e tyre. Si që thash edhe më parë, vullnet politik ka pasur që nga shfaqja e këtyre kërkesave nga ana e studentëve, edhe nga kryeministri, edhe nga liderët e partisë sonë, dhe kjo një herë për gjithmonë kjo çështje do të mbyllet. Pra, sot kishte dhe zëvendës kryeministri i parë një konferencë për theksoj se kjo problematik do të zgjidhet në një afat shumë të shkurtër, pra ndoshta edhe një javë. Çfarë hapash konkret duhet të ndërmarrë kuvendi për të adresuar shqetësimet e ngritura nga studentët shqiptar? Ne duhet të qëndrojmë konform kërkesave të tyre. Pra, ne jemi këtu që të plotësojmë kërkesat e tyre dhe më vjen mirë që në këtë shtet, pas sa vitesh, studentët po ngrejnë zërin për çështje që u tangojnë atyre, gjë që nuk ka ndodhur në të kaluarën. Ne kemi pasur ca orvatje për protestat të studentëve dhe më parë, mirë po, ato protesta kanë pasur tentim që të shtypen nga pushteti i atëhershëm, sepse pakënaqësitë e studentëve nuk datojnë që tani, po datojnë edhe më herët. Mua më vjen mirë që kjo protest, pra, kaloi e qetë, me ca incidente të vogla vetëm, dhe më vjen mirë që kemi një rini të shëndosh e cila shqetësohet dhe ngre zërin e saj për çdo problem që ata mendojnë se duhet t'i adresohet qeverisë dhe normalisht përfaqësuesve shqiptar në qeveri. A rrezikon kjo situatë të fillojë tensionet ndëretnike nëse nuk gjendet në zgjidhje institucionale? Jo, nuk mendoj se diçka mund të rrezikohet, si brenda shtetit, po edhe në rajon. Maqedonia është anëtare e plotfuqishme e NATO-s dhe incidentet të tilla nuk u shërbejnë qytetarëve, shërbejnë vetëm qarqeve të ndryshme të cilat po mundohen të destabilizojnë situatën që me çdo farë mënyre të kthehen në pushtet aty ku ishin 22 vjet dhe i lanë këto çështje gjysmake, vetëm me marrëveshje politike jo të rregulluara me ligj. Partia jonë tani po i sanon gabimet e tyre të mëparshme, normalisht, dhe ne këto çështje do t'i zgjidhim me ligj. Pra është një premtim dhe ne zotohemi për këtë dhe jemi garantues të kësaj. Si janë marrëdhëniet tuaja si shqiptare me ambasadorin e Shqipërisë atje, sepse ditët e fundit është bërë me dije lajmi i shkarkimit të tij sepse është i padëshiruar për partinë shqiptare? Nuk është as pak e vërtet. Ambasadori shqiptar këtu është për të mbrojtur interesat e gjithë qytetarëve të Maqedonisë, mendoj të popullatës shqiptare këtu që jetojmë. Normalisht marrëdhënia jonë ka qenë korrekte me të dhe do të ishte absurde të themi se Maqedonia konkretisht tani, partia jonë Blen po përzihet në punët e brendshme të Shqipërisë, pra në emrimet dhe shkarkimet e kuadrove që i bën Ministria e Punëve të Jashtme të
të Shqipërisë. Do të thonë absolutisht nuk pajtohen me këtë. Si e komentoni mesazhin e ministrit të jashtëm Ferit Hoxha që u quajti idiota? Unë mendoj se ishte një ndoshta keq kuptim. Është diçka me të cilën u sqaruan në opinion edhe kryetari Izet Mexhiti në vizitën e tij që kishte në Shqipëri, u tejkaluan ato dhe ne kishim një preskonferencë të dyve atë ditë, të cilët e sqaruan situatën dhe u tejkaluan mosmarrveshjet. Qeveria mbylli kufin, madje edhe ndaloi 40 të rinj shqiptar për 9 orë. Cili është qëndrimi juaj për këtë fakt? Unë nuk kam të dhëna të tilla, normalisht, unë dëgjova vetëm disa deklarata të disa studentëve të cilët kishin ardhur nga Kosova dhe që thanë se nuk kam pasur asnjë problem në kalimin e kufinit. Bile, atë ditë kishim prononcim edhe nga zëvendësdrejtori i doganave të Maqedonisë, zotri Mustafa, i cili përgënjeshtroi të gjitha këto akuza, gjoja se studentët shqiptar po ndalohen në kufit e Maqedonisë dhe po maltretohen. Unë mendoj se çdo kush a ditë arriti në kohë në protestë dhe ju bashkangjit protestës. Falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Kënaqësi dhe për mua.